Çfarë ndjen kur dëgjon se je rekordmen i kombëtarës? Ndjej krenari dhe lumturi sepse është një gjë shumë e bukur që duhet të arrijë çdo lojtar besoj e kanë ëndër. Cila është ndeshja që nuk e harron? Ndeshja e ardhme. Cilën ndeshje do ta fshije nga memoria? Asnjë. Cilën ndeshje do doje ta riluaj përsëri dhe pse? Ka shumë ndeshje që do doja t'i riluaja edhe pse sepse duhet ta fitoj atë ndeshje, pse ta humb. Për shembull? Për shembull Letonia. Po një ndeshje që të ka pëlqyer aq shumë sa do doje t'i përjetoj prapë atë ndeshje. Me Kroacinë në Europian. Cila ka qenë ndeshja e parë që ke qarë nga gëzimi? Ndeshja e parë që kam luajtur me Gjorgjin. Kombëtarja më e fortë me të cilën jeni ndeshur? Spanja. Lojtari më i vështirë me të cilin je përballur me kombëtaren? Ronaldo. E ke ngritur ndonjëherë zërin më shumë se ç'duhet si kapiten? Ja, kur. Cili nga djemtë e kombëtarës do të kishe dashur të ta kishe bashkëlojtar në secilin ekip? Shumë vetë do kishe pas që po. Një nga ato besoj që do kishim kaluar së bukur, besoj do ishte Birlit Daku. Nëse e përmbledh karrierën tënde me një fjali, cila do t'ishte? Kur ta mbylli karrierën do ta them këtë fjali, po akoma kam kohë besoj për karrierën time deri tani sepse kemi shumë gjëra të bukura përpara dhe shpresoj që do ta them kur t'jena ka funi karrierës do ta tregoj unë.